nefsi i njeriut ka dy lloj natyrash. Njëra është e përgjithshme, e kanë të gjithë nefsit, e kanë të gjithë njerëzit. Dhe në këtë natyrë është se ky nefs është emmaratun bisu, në përgjithësi urdhron për keq. Nefsi i paedukuar, nefsi i pakulturuar, me të cilën nuk është bërë xhihad, pra nuk është punuar, ka një cilësi që e ka shumë të fortë. Urdhron shumë për keq, dhe jo pak. Në përgjithësi e çon gjithmonë njeriu mendjen për keq. Kështu thot Allahu xhalleshanu, kur hyn nefsi tek njeriu, në përgjithësi këtë cilësi ka. Edhe e dyta, ky nefs i do shumë epshet. Është shumë i prirur ndaj epsheve, ndaj kënaqësive. Këto janë dy cilësitë kryesore që çdo nefs i njeriu i ka. Nëse njeriu punon pastaj me nefsin e tij, e nxjerr atë nga emmaratun bisu, e bën në nefs mulhime, nga urdhëruese për keqe të bën në frymëzuese për mirë. Mirë, por mes këtyre dy nefseve është punë e madhe dhe është përpjekje e madhe, vëllezër dhe motra. Dhe e dyta, nefsi thash ka cilësinë që i do epshet, i do joshit, i do kënaqësitë. Nuk është të thënë që ne do të punojmë me veten tonë dhe nuk do të ndikohemi nga kënaqësia, se Zoti e ka bërë të dashur kënaqësinë për njeriu, por do ta kontrollosh veten tënde, nefsin tënd, që këto kënaqësi ti fitoj nefsi në halal dhe jo në haram. Të jenë kënaqësi të kufizuara, se kjo botë sado që të t'japi ty, nuk mund të të ngopi ty. Kjo është kultivimi dhe edukimi që bën njeriu me veten e tij.